unë jam ajo që kam testamentin, edhe unë jam ajo e njëjta që kam dëgjuar amanetin e nënës nga goja. I cili është më i fort, më emocionues sigurisht se sa një testament i shkruar i cili është tepër një dokument ligjor për amanet e ruan familjen. derisa të kesh dhe jetën tënde. Unë shoh që je edhe emocionuar dhe ke shumë të drejtë. Amaneti sa isha unë, nuk ishte as shtëpia që ishte rregulluar nga ana ligjore. Që ishte ana materiale, si të thuash. Po ti je një zonjë e fortë, ke dhe një bukuri të tillë që je. Nuk ka lidhje, asgjë nga këto nuk ka lidhje me dashurinë e nënës, asgjë. Është shumë e vërtetë. Asgjë. Mua më ka mbetur vetëm një gjë. Kur shkova në kish, i thash, nuk di se çfarë të bëj, i thash. Di që nëna më del shumë pak në ëndër. Kam nevojë të dëgjoj zërin e saj, aq herë sa në shtëpi, e thëras, shoma. Më ka mbetur vetëm të lutem për të kaq. Do takohemi përsëri. Do takojmë botën e përtejme pastaj. Ne sot, javën që kaloj, po predikonim nga Bibla jo vetëm juve, Paul. se ju jeni të dy ortodoks, edhe unë që jam muslimane, pra dhe në fen ton, kështu është me fjalë që... Unë jam ungjillor, po kemi Krishtin të përbashkët. Por, piktura që jep apostulli Paul tek Bibla për vdekjen është si një nisje me anije, këputen litarët e anijes dhe niset. Pra nuk po shkon diku ku ne nuk do të atakojmë. Në Krishtin ne jemi një dhe do të atakojmë përsëri. Kjo është shpresa që ne kemi, shpresa e bekuar. Prandaj, këto testamente janë të çmuara për ne, por janë edhe tregues të një testamenti nga Perëndia që na do e nuk heq dorë prej nesh. Kështu që sido që të shkojnë punët këtu, kemi një udhtim që na pret. Ku do zgjidhim litarët e kësaj varkës tonë. E vërtet.